pyetje që kisha për atë kohë ishte një zotëri i lënduar, mund ta themi në këtë formë, që gjykonte femrat që kërkonin shumë mahër. Tani nuk mund të gjykojmë asnjë lloj femre nëse ajo kërkon ta zëm kaq, sepse pyetja që i bëhet është çfarë do, sa do për mahër, çfarë do për mahër. Në momentin që ajo e thot dhe është e drejta e saj ta thot, për sa kohë ajo e di se ka përballë dhe e di se çfarë ka zgjedhur, në momentin që ajo thot një shumë dhe mashkulli nuk mundet ta përballojë dot atë lloj shumë apo është diçka shumë e lartë, atëherë fillon ofendimet, fillojnë paragjykimet, e quhet ajo vajzë e keqe sepse zgjodhi atë që është e drejta e saj i fundja. Si popull kemi shprehjen shtri këmbët sa ke organin. Kështu që sigurisht nuk jam dakord me ato që thonë që e bëjnë diçka në mënyrë ekzemplare, në kuptimin që kërkojnë gjëra që nuk munden, domethënë janë përballë dikujt dhe e din situatën e personit dhe kërkojnë gjëra që ai person nuk mundet t'i jap. Prandaj përpara pyetet dhe nëse personi nuk mundet, ai ka të drejtë ta refuzojë, ashtu siç edhe ajo vajzë që kërkon diçka ndoshta të paarritshme për personin, edhe ajo ka të drejtë të kërkojë aq sa ajo dëshiron. Kështu që në vend që t'i paragjykojmë në lidhje me mahrin, bëjeni, dhurojeni diçka në momentin që jeni përpara martesës, keni parasysh që kjo është e caktuar nga Allahu. Dhe femra duhet mbrojtur dhe ju keni përgjegjësinë për ta mbrojtur. Në momentin që ju nuk mundeni, në mënyrë paqësore, keni të drejtë të mos pranoni, pavarësisht dëshirave tuaja apo pëlqimeve tuaja që mund keni për atë grua. Por nuk mund të gjykohet, sepse nuk mund të gjykohet as karakteri, as gjë. Sigurisht përballë Allahut më e mira është ajo që nuk e vendos tjetrin në një pozitë që ai nuk mundet t'jap diçka kaq të madhe për atë që ajo kërkon. Por që në këtë jetë njeriu zgjedh nivelin, kuptim, nuk ka nivele, nuk mund ta përcaktojmë me nivele, por anën materiale me cilën një grua është mësuar, nëse është mësuar tek prindrit e saj, të ketë shërbim, të ketë gjëra që ajo është mësuar, në Islam thuhet që bashkëshorti duhet t'ia plotësojë ato gjëra. Nëse ai kishte shërbim në shtëpinë e saj, ai duhet t'i marrë dikë për t'i shërbyer në shtëpinë e tyre. Në të kundërt, ai ka të drejtën e tij për ta refuzuar